Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, u tërhoq nga vendimi për të vendosur udhëheqësin Miro Kacarov në krye të sallës universale dhe tani thotë se ajo është vetëm zgjidhje e përkohshme. Këtë e deklaroi pas reagimeve në publik, pasi Kacarov u emëruar të udhëheq universalen, për të cilën Gjorgjevski thotë se mori këtë vendim pasi dështoi konkursi më parshëm. Универсална сала има ВД директор, како што знаете и самите од редот на вработените, тоа е Миро Кацаров. Таму имавме спроведено повик кој што пропадна и мораше да се назначи ВД директор од вработените внатре во институцијата, а во наредниве 7 дена ќе биде спроведена постапка за повторно да биде избран нов директор. Në komentin e tij u prononcua edhe Kacarov, i cili thotë se ai është i punësuar në sallën universale që nga viti 2019 dhe se është logjike që dikush nga aty të vendoset në këtë funksion. Si punësuar këtu, e di si duhet të menaxhohet, i di edhe aspektet e mira dhe të këqija, njësoj si kolegët e mi, sepse ne të punësuarit jemi mushkrit e sallës universale. Unë jam vendosur përkohësisht në këtë pozicion që të mund të marrim pak të punësuarit. Nëse nuk ka përgjegjës në këtë funksion, nuk do të mund të marrin. Kacarov u emërua ushtrues detyre drejtori i sallës universale me vendim të kryetarit të qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, pasi Goran Hrystovski, i cili më parë ushtronte këtë funksion, i përfundoi mandati. Salla universale filloi të rindërtohet pasi u doq plotësisht në zjarrin që shpërtheu në prill të vitit 2024.